Përpara ngjitjes së Zotit në qiell, I thot disa fjalë nxënësve të tij, fjalë që janë për të gjithë nxënësit në gjithë kohërat, që do jem bashkë me ju gjithë ditët deri në mbarimin e jetës. Dhe Ungjilli I sotëm është një demonstrim I këtyre fjalëve, që Zoti është gjithmonë I pranishëm tek ne. Dhe na ka lënë shumë gjëra në të cilën ne mund ta takojmë atë. Një nga më të rëndësishmet është Ungjilli. Nëpërmjet Ungjillit, në çdo meshim që bëjmë ne, sa herë lexojmë, pikërisht kemi një takim me Krishtin, kemi një takim me Perëndin. Nëse ne nuk e përjetojmë Ungjillin në këtë formë, nuk do e kuptojmë. Ungjilli nuk është thjesht një libër që e lexon për të kënaqur intelektin ose për të marrë disa të dhëna historike. Ungjilli është një prani e Zotit në jetën tonë. Dhe episodi I sotëm shumë I njohur është që mbasi Zoti shumoi Facebookut dhe ushqeu me to mira njerëz, I detyroi nxënësit të shkonin në anën tjetër të liçenit Galilees dhe vetë u ngjit në një mal për të lutur. Dhe kur erdhi nata, në liçen filloi një stuhi dhe vazhdimisht apostujt ishin shumë të trembur se mendonin që do mbydeshin. Dhe stuhit në liçene të tilla këtyre përmasave si I Galilees, siç është dhe liçeni Pogradecit ose I Prespës, gjithse kush që ka parë një stuhi e kupton se sa e vështirë është. Madje shpeshherë bëhet më e rrezikshëm se sa edhe në det. Dhe nxënësit ishin të trembur. Dhe në mëngjes, në orën e rojës së 4, që ishte në atë kohë që I bie rreth orës 6 të mëngjesit, pan një diku ecur mbi ujë dhe u trembër. Faktikisht e Krishti. Kujtuan se mos ishte ndonjë fantazëm. Dhe ai I thot keni zemër, thot. Jam unë, mos keni frikë. Dhe kur Pietri e pa që ishte Krishti, I kërkoi Zot, thot, mund të vi dhe unë tek ti? Eja, I thot. Dhe zbriti nga varka dhe filloi të ecte mbi ujë, duke mundur ligjin e fizikës. Por kur pa erën e fortë dhe pa valet e mëdha, u tremb. Dhe filloi të zhytej, e thirrri Zot, thot, më shpëto. E Krishti zgjati dorën, e mori dhe të dy u gjendën në vark dhe I thot o fjalë, përse dyshove o bespak? Ky është Ungjilli I sotëm. Çfarë na mëson ky Ungjilli I sotëm? Së pari na mëson që ne kemi nevojë të lutemi, të përgatitemi. Vetë Zoti lutej vazhdimisht dhe shkonte në mal. Dikush mund thotë që Zoti nuk ka nevojë të lutet, luten vetëm ëngjëjt dhe njerëzit. Po në personin e Jesu Krishtit nuk është vetëm Perëndia. Ai ishte një person me dy natyra, ishte natyra hyjnore dhe ishte edhe natyra njerëzore. Dhe Krishti lutej vazhdimisht. Në Ungjill përmendet shumë kjo gjë. Madje në Ungjillin e Johanit thohet një lutje shumë e gjatë e Krishtit, që njihet me emrin lutja kryepriftërore, sepse lutja është shumë e rëndësishme. Nëse ne do kuptojmë pikat e tjera të Ungjillit, atëherë do na vjen në mendje përsëri pse duhet lutja. Sepse lutja është ajo që forcon muskujt shpirtëror. Ashtu si atleti. Atleti ndoshta bën mira orë. Ai mund vrapojë 100 metra për 10 sekonda, po mbrapa këtyre që ndrojnë mira orë stërvitje. Një peshngritës mund ngrej 200 kg për 2-3 sekonda, po para këtyre janë mira orë stërvitje. E njëjta gjë është në lutjen shpirtërore. Nëse muskujt tonë shpirtëror nuk janë të fortë, ne nuk mund të përballojmë dot vështirësitë e jetës. Dhe Zoti nuk na ka thënë që s'do kemi vështirësi. Madje thotë o fjalë, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Gjë që do thotë Zoti nuk e ndalon stuhin, po brenda stuhisë mund na shpëtojnë. Dhe përse Pietri u zhyt? Në fillim heci dhe pastaj u zhyt në det. Sepse në fillim ai ishte fokusuar te Krishti, duke parë Krishtin. Dhe kur e hoqi përqendrimin nga Krishti dhe përqendroi tek deti dhe tek valët, u tremb, pati dyshimin dhe u zhyt. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Sa herë ne kemi një problem, kemi një vështirësi, smundje, ballafaqime me njerëz tjerë, konflikte që mund të jenë, ne nuk fokusohemi tek Krishti, fokusohemi tek problemi. E duke u fokusuar tek problemi, ne nuk kemi fuqi për ta përballuar atë problem. Një njeri mund të jetë shumë I smur dhe fokusohet tek problemi.
dhe me të drejtë me anën njerëzore, mund thotë çfarë do ndodhi me mua, mund të jetë një sëmundje ndoshta terminale dhe trembet dhe bëhet. Nëse ne fokusohemi te Krishti, do kemi shumë forcë për ta përballuar. Madje jo vetëm për të përballuar, po për ta kthyer atë në të mirën tonë, sepse çdo provë që ne kalojmë bëhemi akoma edhe më të fortë. Dhe provat shpeshherë Zoti lejon pikërisht për të na forcuar ne për të mirën tonë. Çdo gjë bashkëvepron për të mirë, shkruan Shën Pavli për ata që e duan Perëndin. Duke dashur Zotin, fokusohemi tek Perëndia. E duke fokusuar tek Perëndia, ne shmangim problemin. Ja dikush mund shpifi kundër jush. Njerëzit fokusohen tek shpifsi. Dikush mendon që t'ja kthej përsëri mbrapsht, dikush tjetër dëshpërohet. Nëse do fokusohemi tek Zoti, do hecim mbi këto gjëra. Hecja mbi ujë, këtë kuptim ka, që të kalosh mbi këto probleme të ndryshme që ne hasim në jetë. Dhe kjo mund të realizohet vetëm nëse fokusohemi tek Perëndia. Nëse nuk fokusohemi tek Perëndia, padyshim që do mbytemi. Dhe prandaj edhe në një lutje që i drejtojmë të Shenjtës ne themi këtë fjalë: mos na lejo që të mbytemi në detin e hidhërimit. Çdo njeri pa përjashtim në këtë botë do përplaset në stuhi. S'ka njeri që mos kalojë. Të vjetrit e qunin shpeshherë botën lugin lotësh. Çdo njeri që do kalojë këtë lugin, padyshim që do ketë edhe lot. Fatkeqësi personale, fatkeqësi familjare, fatkeqësi kombëtare ose fatkeqësi të ndryshme, gjithmonë do godasin njeriu. Problemi është si ne mund ta zgjidhim këtë gjë. E Zoti me këtë episod të ungjillit të sotëm pikërisht këtë gjë na jep ne. Nëse fokusohemi tek ai, mund të përballojmë çdo gjë. Nëse fokusohemi vetëm tek problemet, tek vështirësitë, nuk mund t'i durojmë dot e nuk mund t'i përballojmë. Ato do na mundin ne. Ashtu si Shën Pietri, i cili heci mbi ujë, sepse pati besimin, kur Zoti i tha eja, dhe kjo prapë është një pikë shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Se ç'përfaqëson deti me stuhi? Është kjo botë. Në kuptimin simbolik, etrit e kishës gjithmonë kështu e kanë përshkruar, që oqeani dhe deti është kjo botë, ku ka ditë ndoshta që mund të jenë të qeta, e ka ditë që janë me shumë stuhi. Dhe kisha është pikërisht varka. Duke qenë në anije, je më i sigurt, sepse s'mund të jetosh duke notuar gjithkohës. Dhe stuhit janë pikërisht ditët e vështirësive tona. Dhe Pietri doli nga varka mbasi Zoti i tha eja. E gjithse kush nga ne nuk mund të dalit dot nga varka për tekat e tij, se mund të mbytet. Nëse Zoti na thret në për diçka, ne duhet i përgjigjemi. E kush janë thirrjet? Sepse shpeshherë njerëzit kanë një përshtypje të gabuar ose mendim të gabuar për thirrjet. Thirrjet nuk do të thotë se do vi Zoti e do dërgoj një engjëll ke secili nga ne për të bërë detyrën. Nëse ne shikojmë njerëz që janë nevojë, është një thirrje. Nëse ju mendoni që kisha ka nevojë për diçka, është një thirrje. E nëse i përgjigjemi thirrjes së Zotit. Nëse nuk i përgjigjemi thirrjes së Zotit, por nuk duhen bërë aventura personale për të marrë shpeshherë gjëra që s'mund t'i bëjmë dot edhe mund të mbytemi në detin dhe në stuhi. Prandaj edhe ky episod dhe reagimi i Shën Pietrit është rëndësishëm për gjithë secilit nga ne. Ai dëshiroi që të shkonte tek Zoti, po mbasi i tha Zoti eja, shkoj. Dhe më e rëndësishmja është pikërisht lutja. Nëse ne duhet të jemi përgatitur me lutjen e gjatë, nuk mund të përballojmë dot stuhin, sepse përgatitja është në gjithçka. Kur fillon një stuhi në det, anija nuk e fillon betejën në atë çast, po beteja ka filluar qysh më përpara, mënyrën si është ndërtuar, si kanë bërthyer pjesët, çfarë materiali është përdorur, e një anije e fuqishme e përballon stuhin. Një anije që nuk është ndërtuar mirë, ajo do shkatërrohet. Dhe anija e fuqishme është pikërisht përgatitja shpirtërore për gjithë secilin nga ne. Mundoni që ta bëni zakon lutjen, e lutja do qëndroj në ju. Nuk është lehtë luteni. Ju jepni gjithmonë kur jepja mësim në akademinë teologjike, i thonja studentëve bëni një provë kur të iknin në dhomën tuaj. Thoni lutjen aty hyn, edhe përpiquni ta keni mendjen në çdo fjalë. Nuk e bëjnë dot, sepse fillon shpërqendrimi. Kemi shumë gjëra në kokë, shumë zhurma. Ky tha këtë, ai tha atë, merru me këtë punë, merru me punën tjetër, dhe nuk kemi arritur qetësinë shpirtërore.
Nëse arrim qetësinë shpirtërore, atëherë mund të komunikojmë shumë fuqishëm me Perëndin, sepse lutja nuk është vetëm thjesht me buzë që thua disa fjalë. Lutja është një komunikim shpirtëror me Perëndin. Lutja mund të jetë kërkesë, lutja mund të jetë lavdërim, mund të jetë shumë gjëra, por kryesorja është një komunikim shpirtëror me Perëndin. E nëse do stërvitemi me lutjen, e do na bëhet zakon. E zakoni do qëndrojë tek ne. Dhe njerëzit që janë stërvitur me lutjen e kuptojnë se çfarë gëzimi të madh fillon dhe sjell lutja. Në fillim mund të jetë vështirë, mund të lutesh me vështirësi, po më vonë do fillosh të shijosh frutat e lutjes. E njeriu i lutjes mund ta mundi gjithmonë çfarë lloj stuhie, sepse Zoti do jetë i pranishëm tek ne. Ishte i pranishëm dhe qetësoi stuhin. Ishte i pranishëm kur Pjetri thirrri Zot, shpëtom, zgjati dorën dhe shpëtoi, e do jetë vazhdimisht i pranishëm në jetën tonë. Prandaj dhe Zoti na parosit vazhdimisht në shkrimin e shenjtë, mos keni frikë, sepse jetojmë gjithmonë në kohën sidomos moderne, njerëzit janë të frikësuar. Sa më shumë largohen nga Zoti, aq më shumë kanë frikë nga çdo gjë, nga fenomenet natyrale, nga njëri tjetri, nga pushteti, nga çdo gjë kanë frikë. Kanë frikë sepse largohemi nga Zoti. Sa më afër të jetë Perëndia tek ne, aq më tepër nuk do kemi frikë. E duke mos patur frikë do kemi paqe. E paqja do sjellë gjithmonë në shpirtin ton gëzim edhe dritë. Amin.